Nuk pështon as ti prej pyetjes kush prej kolegëve të bën presion mas shumë ti? Pse di nuk isha me thonë shumë presion se në momentin që të doshta me cik. Që ata në momentin që thrasim për informata dhe nëse na i kemi vonu, biopsin është një arsye pse ka ndodha ajo vones. Edhe ma shumë e kisha marrë si konsult, si mes mjekve, që na shtyrë më ardit e një rezultat. S'kisha dit me thonë kush bën presion ma shumë. Pjanë qesin fajin dhe frime. Nështë Sarona, me që doktoresha është relativisht shpesh musafire emisioneve tuaja, atëherë me këtë rast nështë apo e përmendi pak doktoreshën Shkëndije Dobruna, dermatologën e shuar, e cila më bën, e cila, themi, mishnohet me pacientit non-stop. Termi presion a është i qëlluar në këtë moment, mirë po relativisht shpesh konsultohemi dhe më bën një farë presioni pozitiv, i cili është gjithmonë në shërbim të diagnostikës së saktë të pacientit. Ajo është shumë e përkushtuar ndaj pacientëve dhe është shumë e përkushtuar ndaj zgjedhjes së rastit në aspektin diagnostik në mënyrë të saktë, me që terapia varet nga ajo. Dhe relativisht shpesh kam kërkesa, themi, nga doktoresha Shkëndije, rreth lezioneve të ndryshme të lëkurës për t'i diagnostiku në mënyrë sa më të saktë. E cila me të vërtetë është një prej atyne doktorëve e cila nuk jep diagnoz pa i pas komplet pasqyrën analizave të cilat ajo kërkon dhe nuk shkon atë kohë, unë e vlerësoj shumë punën e saj, shumë mirë që e përmende.